Lima çabona me çat vanesa morra jo. Allah di ishte me morë, po me komatë sene, mas islami s'na ndalon këtë punë, s'mujta e morë heq. E lash, pa dhe pa. S'mujta na qysh heq, kur qysh mja ba? Allah një, se po thërin me komatë, me kredije sene, mas e haram do me thonë, s'e lash këtë një. Pa dhe pa. Te brejtëm hoqën qëtë, se qëta është del, dhe... E mas del edhe vejsëm. Pa ne, ma mirë. Barsa, unë du me ma njërë, qëtë dhe Është bosh në bane isa kësaj dhe ta shpire. Veç adhe me mund t'jeli pak halal në shkue, ty dhe, është ma mirë. pak gëzër me pas halal, pa. Ma mirë e vejse moqër. Ma mirë, edhe pak vjenën të da. Po, pa. Se pa qëta që vjenën dhe të. A kafe. Që, keni dala? Salamu alaikum. Salam. Qëshi, e je mirë? Mirë, alhamdulillah. E je mirë? Qa po bani? Mirë dhe ju. Qysh po kalani? Shë dojnë pak. Ani mirë. Ftoft pak? Ani mirë shumë. Dhe që, dhe shta të aboni pijeve? Po, na. Sa shem të këshyme ble një banes. Qështë ke punë në banes? Banes? Pse, kush po dojka me ble? Unë po du me blej. Apo? Po tash s'po dije çështja e komotës që është se po lipin edhe komotë njëri type pa komotë tash po mundet me bë. Po që shumë sene që ata tash në pyetje edhe. Po vllai nderun, kjo është haram. Është shumë e vërtetë që kamata është haram. Fatkeqësisht shumë njerëz po mashtrohen, hajtë se ma lirë ose pak ma shpejt po e blej banesën, edhe shkon hin kredi, edhe e blejnë banesën. Ose me kompaninë që po e shet banesën e bën kontratën dhe ajo i arrit kamatën ma shumë se sa kushton. Kështu që ma mirë është kanjëherë me bo sabër, edhe me urujt, me prit pak, derisa Zotit ta mundson me bani banesën, inshallah sa ma shpejt. Edhe ty edhe juve se cilve, kushdo që i duhet banesa. Po që fota edhe një pyetje, për që është e të mishit, po shkojnë nëpër supermarkete, s'pede njëri të qa me marrë, po një njëri haram këtu, haram s'me marrë, këtu tash s'pede njëri asë cëllë me shme marrë, cëllë me zgjithë. Qysh mja bo mas mirë ti? Po. Që është një shiku mas shumë? Po bre, është shumë e vërtet se sot u bo shumë zarë do të me këqyr njeri se çka po hanë, çka po pen, ku po zgjedh me jetu, çka po tregton. Kështu që mirë është edhe kur shkoni në markete, edhe kur shkoni në përçevaktore ose dikun ku ka mishna. Për shembull me këqyr se sa është i sigurt ai që po e importon, ai që po e bjen këtu, me këqyr se e ka prej me bismillah kafshën, për shembull lopën ose kështu me radhë, mishi është halal. Fatkeqësisht na nuk po i shikojmë këtu. Kështu që ju si besimtar, këshirni këtu sene, mos u dorëzoni. Nëse na nuk e mbajmë fen, kush ka me mbajt? Nëse na besimtarët i këshyrum hajtë se s'është kur gjan kjo, kush ka me këshyr halalin edhe haramin? Kush ka me urujt për këtyne seneve? Për këtë arsye, kujdesni sot moni, sepse me blej banes me kamat, që thamë ma herët, ose me hangër mish, haram. Nashta duket si, hajtë se kur gjan, mirë po, Allahu nuk qënë bereqet aty. Në atë shpi që e blen me kamat nuk ka një rezultat të mirë, nuk ka një bereqet në familje. Pastaj,
jo po shkon puna keq, jo familja nuk po respektohet, jo po i kemi do të lashën familje, pse se kemi fillu me haram. Pastaj edhe ushqimi, pra, që shkem të fol. Ushqimi që ashtu, kur e kem na ushqimin haram, qysh mujna na me ato ushqim, me atë fuqi që e fiton trupi, me thonë o Allah më fal, ose o Allah që ma këtë të mirë, o Allah shëram, ose diçka kur kemi nevojë për Allah. Kështu që duhet të ruhemi sa më shumë dhe mos u dorëzoni që ndroni në fe sot moni, që ka thonë edhe Allahu në Kur'an, kapnu për litarit të Allahut dhe mos u përçani. Pra kapnu për litarit të Allahut, mos u përçanin mes veti po edhe mos u dorëzoni në një farë mënyre që të dorëzojmë të bëjmë këto lëshime, jo, hajtë se ushqime, hajtë se po ha sot s'pat nami, hajtë se sot po marr një kamat se më ka shti zori, s'po kam banes edhe kështu me radhë. Po të gjitha aspektet, jo veç këtu. Kështu që të kemi kujdes. Allah shpërblet hoxh. Amin. Amin edhe juve. Allah të përret. Tonë inshallah amin. Etën, Po, se namazit, çashtë koha namaz. Rrugës bën laf. Ani, u bo, hajde shku. Prandaj sot jemi mbledhur për ta adhuruar Allahun Azza wa Jall dhe për ta thënë të vërtetën, sepse të vërtetën nuk e kemi pasur të lehtë ta themi asnjëherë për shkak se u pengon njerëzve të cilët jetojnë me të kotën. Prandaj mos u çuditni kur urrejtja rritet, sepse drita gjithmonë i pengon atyre që jetojnë në errësirë. Edhe profetët, po edhe besimtarët pastaj janë përndjekur dhe janë tallur të tjerët me ta, janë dëbuar, por asnjëherë nuk janë dorëzuar, dhe në dasht Allahu edhe ne nuk do të dorëzohemi deri në frymën e fundit me ndihmën dhe lejen e Allahut Azza wa Jall. Loka, si kalove sot? Mirë Gjelat. Që shke puna? Mirë, në përgjithësi mirë. Ka diçka tre? Ka tik nej? Jo. Kështu në dola për pak kohë. E din ato dokumentat të ati projekti pak më herë që kemë pas bashkë. Po, në lajmërove edhe Ja, kështu i regullon e pastaj apet flasë më gjërësisht për projektin. Okej. Edhe diçka dhe isha me të pytë. Po, Një ditë rastisht të kam po me ti Jusufin në rrugë. Që kam të bisedu diçka. Edhe diçka më lini dyshimit e ti. Çfarë jo takimi Gjelat, pak? s'ki qa dyshon heq kur gjë mos tani për atar pune. Qa ju lidhi unë E me? dit, da ka kuj qetë shkëndijat. Në rregull, ti di më punë tua, veç që Jam të e marrë me të mirë, kështu që mos me në diçka tjetër. unë të kam të regu se njëri është shumë i pashtër. Njëri shumë i ketë qytet. Ajo është që është të folë, po nuk është i vetmi. Kështu që edhe njerë do të thamë, e din plaka kuj qetë shkëndijat. Ja, ti e din se kena biseduar herën e parë. Ajo është njëri që na e kundërshton bizneset tona. Në çdo projekt tonë ai na kundërshton. Bile dhe kohëve të fundit. Atëherë kish shpendo zëra se jo xhelati po punon me haram, jo po shet banesa me kamat, do të më ndalu punën dhe kështu me radhë. Edhe pak do me në lëmë pa bu. Ko njëri kërcënues, po do të më kallëzoj vend atij. Do, të në kom zjedhë këtë mënyrën e letë, jam të marrë të pak në të mirë. Ato, Flaka, edhe diçka desha me tregu. po, Njerëz të mi e kanë gjetë një lidhje të fortë me një afariste, me një biznesmene prej Francës, prej Evropë. o, Është një shqiptare afariste dalluar atje. Ka shpejt dëshirë me arte na këtu me investu, me bashkëpunu së bashku me neve. Çka thoti? po shumë mirë. Ne jemi të hapur për investitorë sidomos, pse jo. Tash ta diskutojmë së bashku. Kështu që ajo pritet shpejti me ardh, na do të bisedojmë dhe besoj që ti dim planet tona që kem. Tani fitimin e kem së bashku për gjysë. Je Në rregull. pajtimit? Pa tjetër, mu më konvenon, pse jo. E në rregull. Spari bisedon ajo me mu, se dihet kush është këtu kryesori në qytet, pastaj vjen atë ti, ta dërgoj te ti. Edhe ti besoj që e merr me të mirë. Edhe ka me pas shumë sukses puna jo. Bashkimi bën fuqinë.
Ashtu është, unë s'po të marku ma shumë, ti pas edhe punë tjera, më duhet me shku, si din që kam edhe plane tjera. Mirë. Mirë, na gjithsesi edhe shion, ndërkohë njën, nëse ka ndonjë disi, ndonjë diçka, ose më lajmëron ose të lajmëroj, jemi në kontakt patjetër. Në rregull, atëherë më përshëndes, e shihemi babën. Me të mira. Hajde, me ditë mirë. Ahmet, do shta me thonë edhe për këtë grunë që po ndërton këtu në qytet. Flaka? Po flaka, mirë po ja di shemnin, a në gjeo? Që se një bre. Me thot drejten, më nolin një dit atje edhe isha të shku në xhami. Sa po du me kontribu diçka me ndihmu për xhamin. Sa mujtë jo, thash, ja, shkon në xhamin kryesore, aty të tregojnë se çka me bëllë dhe qysh. Në ata një si forë në kuqe. Aja është dreqë, gjarë për në. Ahmet, mos falë kështu. Pa e dhe mërë sa njërë ka qitë për punën veç që u folë. Ajo? Pa jo mërë, pa jo dreqë është, si besohet. Mos përgojo, se s'dihet për çka i ka qitë, qysh i ka qitë. S'po du me mbroj dikan, po ty po du me të mësu mos me përgoju. Përderisa nuk e kini argument të qartë. A ki argumente këndër saj diçka? Sa të dush. Mush i argumente me saj. Çfarë argumente për shembull? Qa ka po? S'ka me dhe sa shumë argumente, po këtë njerëz dhe njëjnë ato. Po për çfarë me fjalë njerëzve ti mos u lidh shumë, mos fal shumë. Sidomos mos përgojo. Kjo është qëllimi jam. Qëllimi jam është mos me të lënë ty me përgoju. Nuk po du me mbroj dikan tjetër. Po thjesht ti Ahmet që njeri i xhamis. Po mirë bre hoq, a për sheke që të bane i zva për rrëth që të qenë. Po. Këtë që të me komoti ka bo. E fond... Plus asoj, që ka bo? U që i ka qitë njerin, veç që u foj 5 vang të që ka vol. Në vend punën se ka qitë për jashtë. Në ato, jo me të mirë, po shkel ma. E kjo diçka tjetër. Jo, veç unë veç e përmena që tha po du me ndihmu për xhamin. Ta ma pa ty dhe sasaj e shajt ku me ditë qka ka thonë, se jam e qartë, me që arrej veti që është dhe këshe... Apo? Ta na zezët i bënd, ta është këshe gjohë, humanitorë, diçka. Hajri shumë, hajde, ani shkojmë na atje se... Veç ta përmene, s'po di shumë. A, ma e në bare. Kemi crew boarding is completed. Duke.
Po duhet jetë lasë pa pres. Po, pas ka ordeja. Duke të erdhe se u dëgju diçka. Erdhi. Mirë se ke ordeja. Shëndetje, si jeni, mirë se ke ardhur. Unë jam Gjelati, si që dini edhe ma herët. Ta lirojmë rrugën pak e bisedojmë të pak ma. Patjetër. Dea, më vjen mirë që ke ardhur në vendin tonë. Edhe je interesuar me investu në vendin tonë. Faleminderit, nësia është e imja dhe shpresojmë që të dalë ma e mira. Si që din, të kanë tregu edhe ma herët. Unë jam Gjelati. Jam pronari këtyne banejsa këtu për rreth, edhe hec i kompanisë. Po merrem edhe në punë tjera, me shumë sektor ndryshëm. Po një për tyne është sektori indërnimtarisë. Edhe besoj që edhe bashkëpunimi jonë ka me qenë këtë fushë, dhe kena me pas sukses bashkë. Po, unë jam Dea, si që u thash edhe ma përpara, jam merre me arkitekturë në Francë, kemi një kompani, kemi arrit shumë edhe kam shumë dëshirë të investoj edhe këtu. Unë jam ai shefi kryesor, ose ai udhëheqësi kryesor i kompanisë që i zotëron krejt sektori e ndërnimtarisë në këtë qytet. Po. Merrem thash edhe me fushat e tjera, po kryesisht është ai fokusi në këtë sektor. Besoj që edhe qëllimi jot është në këtë sektor me bashkëpunim së bashku. Më kanë folë për ty, edhe kënaqësia është e imja, edhe dëshira ime është që të investoj këtu, në vendin tim. E ke gjetë vendin e duhur, edhe personin e duhur për me investu në këtë sektor. Unë jam këtu ai personi kyç, ai biznesmeni që i luan krejt rolet në fushën e ndërtimit. E kam edhe një bashkëpunëtore, është Flaka. Kush është Flaka? Flaka është një bashkëpunëtore, edhe ajo merret me këtë sektor, po së bashku ne i koordinojmë punët në këtë sektor. Mirë po, ti nuk i gabu dhe ke ardhur personi tamam adekuat dhe i duar në këtë vend. A mund ta njeh edhe Flakën? Njëherë nuk i nevojë me njoft Flakën. Krejt punën dhe bashkëpunimin e kemi mu. E vjen koha, pastaj njoftuar edhe me Flakën. Une nuk mund të investoj një vend ku nuk i njeh gjithë njerëzit. Po atëherë në rregull. Mundëm nesër takohem me Flakën. E bisedojmë së bashku. Po hajde ideja të njoftoj edhe me lagjin, edhe me vendin ku bëhet puna. Shkojmë së bashku dhe të tregoj se si zhvillohet procesi i punës. Rregull. Besoj që edhe ti kime gjetë këto investimin e duhur. Shpresojmë. Dhe puna jonë dhe shkojmë barë. Dakor. Flak. Këtë që të banejsa. Një zë dhe din që ka bo, po tonë e njëhën. Tonë e din që ka bo. Këtë ne, ko matë. Ta shë gjallarë për këqyrë mi më shtru. Kasa njërën këne ka qitë pej punëve që kanë falë namaz. E tash edhe në gjamia për këqyrë. Zot o zot. Vjen mirë që u takuam së bashku. Flaka, kjo është Dea. Është një afariste nga Franca. Dhe një arkitekte shumë e zonja. Ka në vendin tonë për me investu në sektorin e ndërtimtarisë. Dhe besoj që kena me pas bashkëpunim së bashku. Ndërsa kjo është Flaka. Është një bashkëpunëtore imja kohë një kohë gjatë.
Ne kemi kryer shumë punë së bashku me flakën. Dhe punë kryesore i kryej unë këtu në qytet. Jam ai kryesore që është në fushën e ndërtimtarisë. Ndërsa edhe flaka kryen disa punë tjera, që janë dytësore apo sekondare në qytet. Kështu që së bashku besoj që kena me pas një gjuhë të përbashkët edhe me pas sukses në biznesin tonë. Ideja, neve punojna si ekip, por gjithkush secili e ka vlerën e vet. Unë gëzohem që unë njoftëme edhe kam shumë dëshirë që njoft sa ma shumë njerëz, sepse du t'investoj këtu. Ideja, a mund ta folësh pak për biznesin tënd? Për investimet tua, projektet që keni vazhdim. Cili është plani jot për vendin tonë? Çfarë planifikimi ke bën këtu të investosh tani? Kem dëshirë të ndëgjojmë së bashku me flakën. Ona jam Dea edhe unë kam investu në Francë shumë. Kam bërë shumë biznese, kam shumë biznese në Francë. Edhe kam shumë dëshirë që t'investoj edhe këtu, pavarësisht se jeta ime, e ardhmja ime është në Francë, unë kam shumë dëshirë t'investoj këtu për Kosovë. Investimi mirë është. Po, Dea, ashtu që është flaka, biznesi jonë do të jetë i suksesshëm. Këtu është një vend shumë i përshtatshëm për investim. Shpresoj që të bashkëpunoj mirë edhe unë kam shumë dëshirë të investoj këtu, edhe të bashkëpunojmë së bashku, por unë kam dëshirë të jenë gjanat me dokumenta, me prova, edhe jo me fjalë me premtime boshe. Po, Deja, mos u bë merak për atë punë. Ato i rregullojmë, është punë e lehtë ajo. Ne në parim të merrem me vesh së bashku tret, pastaj ato vinë me rregull. Nuk është problem. Mjafton ty me të pëlqy edhe me pas një bashkëpunim mirë. Hajde për të mira. Për të mira. Për biznesin tonë. Përshëndetje! Përshëndetje! Përshëndetje. Si jeni? Mirë ju. Më falni se po ju shqetësoj, por po kërkoja pak hoxhën, të lutem. Hoxha shmend, po unë me ditë kush jeni, kështu unë me thënë hoxhës. Unë quhem Dea, po pak rëndësi ka thjesht nëse mundesh ma kërkosh pak hoxhën, flas me ta, të lutem. Jam ka shkoj me thirë hoxhën, veç sa ta rregulloj një këtë, sa ta futen në vend, edhe jam ka shkoj me thirë. Dakor, faleminderit.
Ibrahim, ajo gruaja që po pret është ta? Po, ajo gruaja është. Si po pret. Shumë mirë. Atëherë hin ti mrena edhe lexoj ato çka të kam thonë, pastaj shihemi pas pak. Okej, hoxh. Përshëndetje hoxh, si jeni? Mirë, faleminderit. Ju? Më falni se po ju shqetësoj. Jo, s'ka problem. Urnani, letë. Unë erdha kësajt, unë jam mysafire kësaj lagjet edhe erdha shëtes pak. Po? Edhe doja të njoftohemi. Po. Për çka është fjala ose çka është pyetje këtu? Unë vi nga Franca, merrem me arkitekturë në Francë. Po. Edhe kisha dëshirë të investoj në këtë lagje, në këtë vend. Mirë. Po m'vjen mirë. Edhe kisha dëshirë të njoh gjithë njerëzit e kësaj lagjet edhe ma shumë ju. Faleminderit shumë. Po, unë jam imam në këtë qytet, në këtë lagje. Dhe çdo që ka nevojë se don ta merr mendja që mund të ndihmojmë diçka, lirish drejtohu te xhamia pa problem. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Nëse nuk ka diçka tjetër, se unë i lash nxënësat aty, edhe ai djali që më tregoi Ibrahimi, isha këty. Nëse s'ka diçka tjetër, shihemi inshallah tjetër herë ose diçka tjetër. Jo, vetëm kaq. Doja t'u njoftoja. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Kalofshit mirë. Ditën e mirë. Allô? Oui, bonjour. Tu vas bien? Là-bas, ils sont bien, tout quelque chose? Oui, 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 oui. Tu vas bien? Oui, 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 ici aussi. Tout va bien. Je suis très content par tout quelque chose. Peut-être je construire quelque chose ici. J'ai regardé beaucoup de personnes ici et je viens ici au mosque, je vois imam, je suis content parce que les gens ils sont m'a parlé que oui, lui il n'était pas bien, il est comme ça, mais moi je suis content vraiment pour tout quelque chose. Oui, 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 je suis ici. Oui, 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 tout c'est bon, oui. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Je t'appelle à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Cak, edhe në që atë kam thjesët. Urna, gjelat. Kështu, duhesh ma kry një punë me rëndësi. Çfarë pune? Ti dim për çka thirë ty. Kur është puna diçka me rëndësi, se për çka do nuk thirë. Kështu, e kemi një problem me një person këtu, kogja që ka ndikim qytetin tonë. Kogja është kam i të lovit punët. Kam aprish atë biznisin tem, nashta të ka rënë sy aty. S'pe di sa cëlli veç. Është ai Jusufi, nashta. E dim që ka të grupin e vetë që është. Po. Ato, dhe ma ndurë mu. Ai kogja me të. Edhe kom qefar mu mirë. E di, që ata kom thirë ty. Ai kogja me atë grupin e vetë, fetar, kogja
mi ndalja punë të mija. Po mi ftoft njerëz të biznisi. Jo mos e blej këtë banes, jo mos u merr me këtë punë, koxha mi ka largu njerëz mi ka ftoft. Kështu që i shko mirë tini me dali ditë në rrugë. Kur të posh ma të arsyeshme, ti e din çka i ban. Mos e ki gole këtë farë puna. Jo krejt me hik, po veç mja thot dhe fjallë, ti di çka i thë. E qasë në virën. Po, më kërcnu pak, mi ka dhu që ka bot fala gjelati, që mos u përzim punë të jema. Dhe atë mos tani, të edhem që për këtë punë, në ki mu gjithë. E di, që ata dhe fulla me ty. Kështu që kur i gatshëm ti, ta telefonon, kallëzën në telefon. U kry, këtë punë të krynë e ki. Ta di shumë për njerë. Shmës tani, gjithë të ema. O bocak. Për çdo sanë që ki nevoj, edhen ti, veç një telefon. Qa ka diçka më të regon të një. Se ko gja ka që kryej, po me nënë që o dikush, a nuk e din që këtu vejt na one, në qytet. Ja kallëzoj vanë. Ti e din. Në punë të huja, nuk o mirë me shti mund. S'po të marrë ko ma shumë, shimi cak. Hajde për të mira. Shimi. Shimi. O bocak, shimi. Shimi. Hajde për të mira. Dëgjomi. Mos harra? Hajde. Pa gole. Bas ka dollë një punë e vagël. A vashto, ka gjama të... Po luj ka dish, edhe këta o gjallort, fort marrë ki ka miraj. E që sholla bile ma bje punën nga të smën dishka. Ata i bën planet e tyre, por planet e tyre janë në dorën e Allahut, edhe nëse janë sa kodrat. Asnjëherë ata nuk e kuptuan gjuhën e Kur'anit që ne e besojmë, por ne prap do t'i përgjigjemi në gjuhën e tyre duke i thënë: mos luaj me zjarr.